Paralajmërimi i ambasadës amerikane në Tiranë për një sulm të mundshëm nga grupe të lidhura me Iranin shtoi gatishmëri në institucionet diplomatike dhe pika të tjera kyçe të vendit. Masat përfshin patrullime të shtuara, kontrolle të hyrjeve në ndërtesat diplomatike dhe praninë më të madhe të forcave të policisë në Rinas dhe në çdo pikë doganore. Njësia e antiterrorit në kuadër të planit të zgjeruar të masave parandaluese zhvilloi takime edhe me përfaqësues të ambasadës amerikane dhe asaj izraelite. Burime konfirmojnë se plani ishte aktivizuar më herët, por antiterrori intensifikoi ato menjëherë pasi selia diplomatike e Washingtonit në Tiranë njoftoi se grupet e lidhura me Iranin mund të sulmonin godina të lidhura me SBA-t, sheshe dhe vende publike. Bashkëpunimi pritet të intensifikohet me shërbimin informativ shtetëror për marrjen e informacioneve të personave me prirje terroriste. ABC News udhtoi drejt kampit Ashraf 3 në Manës, aty ku strehohen rreth 2500 mujahedin, ndërsa burime konfirmojnë se çdo automjet që hyn dhe del nga kampi i nënshtrohet një kontrolli më të rreptë sigurie. Për gjatorëve të paradites, kampi është monitoruar edhe nga ajri me dron në kuadër të masave parandaluese për garantimin e sigurisë.